Që me dhe sa. Çame bota. Ja, bien. Oh, da da da. Gjë s'ka firaj. Shka bëmi komunat edhe majnë e kam. Jemi mojë, tash jem marrë. Ja rrët ja unë i bima. Wow. Amici to, mio ci to, ok, kada. Tra avere un ciofo? Ah, c'è il drone. Prima.
Shtrot pyetja, ta bëj më lart apo jo? Mendoj se jo. Nuk do ta bëj më lart, kjo është një skulpturë moderne. Mendoj që nga herat e skulptura ideja që ka të ndërtohet një skulpturë moderne në Firaj. Në diçka moderne, nuk e përshkruaj çfarë do të thonë ka. Shtrot pyetja, a muj dhe një manat të mëj? Se di. Do ta provoj. Ja, s'pe provoj. Për momentin nuk e provoj. Janë drejtë dhe paka shumë të raun, nuk janë thata da. Të me thonë ishte ideja, a do të mëj o një druma në alta, do të mendoj. Edhe njëran. Limiti i ndarja e veprave artistike. Ska koncentrimi. Do me thonë tash është të rrezikuar shumë. Qëto gjotë tash me pika do të më shtëngu dhe këto që mos lëvizjen. Nuk hipët atë. Nuk hipët. Para që do të shpjegoj një skulpturë moderne e Firaj që nuk e di për sa kohë, mendoj se sonde do të aprishi, nuk e lën këtë sa e rrezikshme. Domthonë e rrezikon njerëzit, domthonë e prish edhe pak. Gjeska Firaj. Me këto përfundon. Në me të përfundon, nuk e marrë manat. Është pyetja, si do ta aprishi? Kja e heke, një, e heke dy, e heke tre. Kujdes. Të kemi të bëjmë me balansimin e forcave. Balancimi e forcat një fizike që janë shtrëngimi, këto automatikisht janë shtrënguar, që? Domthonë i heke kështë tokës, pasha, qka manë kja? Shtrot pyetja, a do të re? Mirë përshëndesa. Kjerë një nga skulptura më të rrezikshme që nuk e preferoj të punohet. Ishte me sukses në burrin tim pa kuni pengesë. Pra i përshëndes, e kemi me 24 tetor Firaj.